Kryeministrit? Zhvillimet e sotme mediatike është të pranuar që është një bombë. Është një bombë. Ne gazetarët, ju aty, në përgjithësi, opozita, që akuzoi si anti-shqiptare kur fliste për narkoshtet. A e kujtohet? Po. I bëni dëm vendit. I bëni dëm interesave kombëtare. Kur të del sot në shtypin pro Trump, që është Shqipëria, se nuk është Shqipëria narkoshtet. Nuk haroj kur në Shqipëri nuk është bërë shumë koment, por këto muaj në Francë ka qenë një problemat me Algjerin, sepse algjerianët arrestuan një shkrimtar 30 vjeçar, franko-algjerian, Boualem Sonsal, kritik i jashtëzakonshëm i regjimit në fuqi sot në Algjeri. Në ndërhyrjen e presidentit gjerman ai lërua javën e kaluar. U kthye në Francë dhe tregonte se si e torturoni, se si e keq trajtonin, pikërisht me të shprehje si Shqipëri, që ti je anti-algjerian, ti flet kundër Algjerisë. I tha nuk flas kundër Algjerisë, as kundra regjimit algjerian. Kështu që edhe një herë nuk është Shqipëria narkoshtet. Kjo është merita e këtij artikulli të sotëm, ta lexojë të gjithë shqiptarët. Po. Është Edi Rama e ka çuar Shqipërinë sipas këtij artikulli dhe më pas Poli dhe FBI në rrugën e narkoshtetit që është pastrimi i parave të narkotrafikantëve në Shqipëri, që është një artikull me shumë detaje. Si me miliarda pastrohen në Shqipëri e rikthehen prapë të pastruara jashtë. Kështu që nuk ka më sot vend që këta të fshihen, këta të qytetit edhe mediat e tyre të fshihen pas gishtit të vogël. Janë këta që po i nxin paqen Shqipërisë dhe jo opozita që denonconte. Je parë. Kjo është gota plot, po tani më dëmëri është dhe pak gotën bosh. Po. Sepse ndryshe nga Bledi, unë jam pak optimist. Sepse këtë artikull e shoh pak edhe kritik ndaj Trumpit. Nuk e di, duhet parë pastaj marrëdhëniet, po e shoh kritik Bledi sepse e lexohet si retorike pyetjen titullin. Pra, a do ta bëjete? Jo, në artikull tregon që nuk mund ta bëjë duke parë logjikën që e kanë ndjekur në raport me luftën ndaj narkotikëve. Pra mund duk paralajmërues për Ramën, po jo kritik për Trumpin. Dëgjoj Genci. Të njëjtën gjë themi me shumë dashamirësi dhe neve sot Trumpit në Evropë. Ti je me neve, nëse je me neve, nuk e pse i bën temena Rusisë. Ky artikull në fakt jemi për bërë debatë. Po. Sot ti je me luftën, ti zoti Trump je me luftën kundra narkotrafikantëve që i bëjnë kaq dëm Amerikës, edhe me shumë të drejtë po i bie, po çon një armata po i bie Venezuelës, po ti ja ku e ke? Ti bie vetëm aty që çon drogën, nuk e bie këtij që e pastron drogën. Vedi. Të lutem Vedi. Atëre ka tre gjëra që ka 3 mënyra që më të bjerë. Mënyra e parë janë zgjedhjet. Po. Ju shikoni që mekanizmi në Shqipëri ka ngecur, apo jo? Mënyra e dytë? Nuk ka ngecur, është marrë Po, pikërisht. Ka ngecur, Patjetër. Në dytë është drejtësia. Ju po shikoni për shkak që drejtësia ka ngecur. Drejtësia merret anash, ja bën gjithmonë të shembull në lojës në rër me të shkopin në mes, heq rërën drejtësia, jo Velira aty ballurë, jo ato përpara të hira, po ky